I dërguari sallallahu alaihi wasallam jo që I ka falë 5 kohë të namazit, po ka falë aq shumë nafile për çdo natë sa përshkrimet vinë nga familja e tij ngushtë që thonë se ati janë ënjtur këmbët, pra ka pas aq shumë qëndrim në këmbë sa dhe nuk ka qenë njeri me mbi peshë, nuk ka qenë njeri I madh I rritur, por kjo I bie se ka qenë shumë I angazhuar për këtë lloj ibadeti. Dhe sikur unë dhe ti që e kem në zemër këtë pyetje, po pse është falë kaq shumë, Allahu xhalla xhelaluhu atij veç I pati thënë edhe diçka që lidhet me mëkate. Pra Allahu të ka falë ty mëkatet që I ke bërë përpara dhe mëkatet që mund t'i bësh pas. Pra e pse këtë të falet? E tillë pra ishte Aisha që e pyeti tha, e pse kështu ka shumë falesh kur ti Allahu t'i ka falë mëkatet e mëhershme para profecisë, edhe mëkatet që mund t'i bësh nga dita pas zbritjes së këtyre ajeteve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam u përgjigj qartë dhe lehtë. E fela ekunu abdan shakura, et mos jem për tash unë rob falëndërues nëse Allahu më ka falë.